Mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve, i mirë takuar sërish së bashku me rubrikën e Showbizit në emisionin e Mëngjesit Zbardhi. Do ja nisim sot me veprimin e Gjestit, i cili i ka përplasur Olës në kokë dhe Viserlos në fytyrë një vezë. Me një vezë e cili do të jo të njëjtën. Po pse këta pretenduan se nuk ishte vezë? Këta nuk e di, po këta të dy kërkuan eliminimin e Gjestit. Po s'ka faj. Shiko, të jemi sinqert, produksioni e ka mbajtur pak me hatër Gjestin, ë? Nuk është hatër. Shiko, ma kohët e fundit ka thonë nuk pëlqen me Gjesti. Nuk të pëlqen më? Jo, e ka marrë pak inat. Me thënë drejtën edhe mua ka filluar më bie pak ai. Do shta dhe ju lodhe dhe vetë ka faj 4 muaj izolim. 5 janë shumë atjetër. 5 i kishte në fillim ai, po tani janë. Okej, pra u bën 7.5 atëherë, më keq akoma. Shiko, ka një problem shumë të madh thotë Sibora. Për shembull, un kam vënë re fansa të ndarë midis Gertës dhe Gjestit. Tani, ajo Gerta që është një falso, njëherë unë nuk e diskutoj, po flasin për ata që nuk shikojnë kaq shumë nga brenda, por shikojnë vetëm të jashtmen. Dhe nuk është akademi shkencash aty, si puna e Gertës, më kupton që të dalit të thotë që ti Sibora je drejt, kurse ti Greta je shtrëmbër. Aty duhet të luajmë dhe pjesën e lojës, Gjesti e luan në mënyrën më të mirë të mundshme. Sfilatën e bëri. Jam dakord për këtë. Çmimet i fiton gjithmonë, në përlojra është gjithmonë fituesi, më i shkapti, më i shpejti, humor patjetër. Dhe kjo thyerja e vezës, po prapë është pjesë e lojës, siç e shoh unë. Shikoj. Tani unë jam dakord që këta irritohen po është lojë nervash. Nuk jam për këtë, po shiko. Për të thyer një vezë, ti e godet atë tjetrin apo jo? Sibora, nuk të ka gjetur ndonjëherë vllai ty me ndonjë vezë? Jo. E sigurt? Po. Mua gjithmonë më thyente në kokë vezë. Po mirë, ne shti edhe rrihemi. Edhe shtyhemi, ne çfarë bëjmë me motra e vlezër tani? Apo a janë në një shtëpi tani? Po, ty nuk rrihen se e kam të ndaluar. Ta prekësh me dorë dikë tjetër, pa dëshirën e ti, është një ndër rregullat që nuk lejohet të thyet. Dhe nëse rikujtojmë, Gjibani e shtyu Gjestin, se nuk është se e gjuajtje shumë, po e shtyu i dha një goditje të lehtë dhe ai ra nga aty dhe Gjibani u përjashtua me zarf të zi. Dhe në këtë rast, Gjesti ka vepruar njësoj. Hajde dhe me Olën se i pas ka rënë këtu, po Viserlos i ra në fytyrë. Pa problem. Shiko, mua nuk më pëlqen Viserlo. E kam shprehur dhe punë e madhe, po ama veprimi i Gjestit dhe mbajtja me hatër e produksionit, pse se është. Si përfundim si e lan? Çfarë më thosh? E çon në televotim. Po, okay. Ka le të them që mbaj paksa me hatër. Edhe pjesa e kalimit murit, se unë e kam thënë, unë mendoj se Gjesti e ka bërë kastile. Jo sepse u mërzit nga shtëpia, por ai ka kaluar një kohë goxha të madhe i izoluar. Dhe duke qenë se shkoi deri në prag të finales të Big Brother VIP Kosovës dhe nuk fitoi, këtu do të provonte syrin e publikut. Pra, mendimi personal është se nëse Gjesti do të kalonte murin dhe do të përjashtohej, ata nuk kishin ndonjë të jepnin çmimin e madh. Ndërsa fakti që ai nuk u përjashtua, edhe për shkak se theu një ndër rregullat bazë të programit, bën atë të mendoj se për se pas kam shanse të fitoj, kështu që ja vlen ta provoj deri në fund. Okej. Mendoj unë. Ama për pjesën e vezës, sa do lojë të jetë, kështu nuk e justifikoj dot hatër mbetjen. Pavarësisht se unë them që prap dua që Gjesti ta fitoj. Po se mos ka ndonjë më të denjë aty. Pikërisht. Nuk është çështja se ne jemi të fiksuar pas atij dhe o burra ta fitoj ai. Ai është një njerëz që është një lojtar shumë i mirë. Ata kanë pranuar edhe vetë pjesëmarrësit e Big Brotherit që unë do doja ta fitonte Danja apo Gerta, por ama lojën po e bën Gjesti. Po. Kështu që jemi dakord. Danjën e kishim edhe punonjëse në Bashkinë e Tiranës, ë, Shkreta, kur dalin nga Big Brotheri do e kenë hequr nga puna. Si që e shola. Po se nuk e di ajo që kanë arrestuar Lalierin. Mirë, më pëlqen që si karakteri Danjës. Edhe mua më pëlqen Danja. Po pra përfitore ajo është punonjëse në Po pra përfitore nuk... Jo, nuk është pra. Nuk është, ja. Mund të jetë një vajzë e edukuar. Mirë, kalojmë pak tek informacioni tjetër. Gjibani ka reaguar. Ai tha, në daljen e tij, ai tha se nuk do të postonte babain e tij për të verifikuar, por kësaj radhe e ka bërë dhe e ka bërë për shkak të produksionit.
pra për të justifikuar produksionin, sepse shumë njerëz nuk e besuan dhe përderisa produksioni ka dhënë dy shanse Gjibanit, ai është ndjerë borxhli që të bëjë këtë publikim ku tregohet babai i tij në një spital. I cili është duke u trajtuar lidhur me sëmundjen dhe gjendjen e tij. Po, pra Gjibani reagoi dhe na e konfirmoi faktin që babai i tij që nga me të vërtet në spital, mbylli gojët e Liga. Mbylli gojët e Liga. Babai i Gjibanit një shërim sa më të shpejt, po unë që në fillim nuk mendova në fakt se do ishte lojë produksioni, sepse nuk luhet me gjëra të tilla dhe të rënda. Gjibani humbi dy shanse, nuk ishte thënë që ai ti ishte në program, por ishte një karakter i lezetshëm. Në vrit, por i lezetshëm. Mirë, kalim pak të informacioni tjetër, për të gjithë fansat e Parashevi Simakut, Elton Iliriani ka deklaruar se Parashevia po vjen me një videoklip të ri të xhiruar në New York. Bravo! S'ka gjë si Bora, mos e vrit mendjen. Unë sot isha duke lexuar një lajm në gazet, edhe ishte Xhelal Mziu dhe na thoshte që në 100 ditët e para, nëse PD-ja vjen në pushtet, do jepet statusi minatorit. Dhe unë e ngatrova këtë, atë 100-ën e bëra si syt që të më dalin dhe qesha, se thash, asu nuk e thash dot nga që këta po gënjejnë. Po të kishin për ta bërë do ta bëri, kështu që mos e vrit mendjen. Jo, nuk e Na kam vjen marrë Parashevia, bukur fort me një klip, kam përshtypjen kjo do jetë një ndër gjërat më të bukura. Sidomos për fansat e saj, të cilat brezi prindërve tan janë Po pra. të marrosur. Unë kisha mamin kur doli ky muhabeti Parashevis, kisha mamin që gjithkohës me telefon dorë. Doli Parashevia, do ta kuj djalin. O babo u kthye në psikiatri. Si Bora do të kemi shumë kujdes tani në muajin mars, se do na dalin në sipërfaqe të gjitha të smurët. Kështu që ti shikoje, nëse ka ndonjë që nuk i funksionon mirë truri, kuptoj që nëse nuk del këtë mars, do dali marsin tjetër në sipërfaqe. O zoti i madh. Po. Mirë, ne me si do e presim edhe dhe ishte bukur për një artiste që ka qenë shumë e vlerësuar në vendin e saj dhe ishte shumë bukur të shikonim një rikthim Të denj. të denj absolutisht. Kalojmë pak edhe tek informacioni i fundit i përgatitur për sot. Tani, ta shpjegojmë. Olsi Bylyku ka bërë një këngë së fundmi dhe fansat e kanë marrë si dedikim për Eglin. Që në fakt përshtatet teksti, ti e ke dëgjuar? Përshtatet. Mirë, po Olsi tani ka reaguar për këto komente, për këto fashë theme dhe ka thënë mirë, më thoni atëherë kur është koha e duhur që të postoj një këngë. Të publikoj një këngë. Dhe për këtë nuk ka vë fort faj, sepse edhe kur Olsi ka qenë bashkë me Eglin, ka bërë një këngë tek Kënga Magjike me Lorenz Hasramën, ku ka qenë këngë prapë për ishin. Kupton? Dhe pra ai e ka në është si puna e Elgidodës, që ti kam shumë dëshirë, ta takoj ta pyes. Po. Ku të vjen frymëzimi, si të vjen? Po. Sigur të vjen frymëzimi kur shkon në banjë. Artistëve tualeti, jo vetëm artistëve. Çdo personet, të sjellin këto mendime që ti thua eureka. Zbulova diçka të re. Por unë nuk mendoj se Olsi e ka patur për Eglin, pavarësisht se teksti përshtatet, në fund të ditës ata kanë jetuar një histori, dhe nga historia që ata kanë jetuar dhe është normale që të sjelli art në bazë të asaj historie. Mirë, po nuk ma më mendje se do e bënte këtë gjë, duke patur parasysh edhe faktin që Olsi tani ka një të dashur në krah. Po të qënë si ka kjo, më si Bora, ju gjithmonë të paturit një njeri në krah do të thotë që të plotëson të gjërat e tua. Dëgjoj, Egli ku bëhet me? Ne diskutuam dje, Greta, po ti nuk na ishe. Po, nuk isha. Egli është shfaqur, do të thënë, ajo është munduar të fshihet, por sytë e fansave nuk munden... Që t'ju shpëtoj gjë, po. Dhe Egli është në palas.
Momentalisht Egli është në palas me një mikeshën e vet. Dhe po shijonte disa kohë larg syve të njerëzve. Për gjestin. Nisë, ne shpresojmë që ajo të rikuperohet sa më shpejt. Patjetër. Shpresojmë mos të rikthehet ilaçeve depresive. Ti lër. Ajo puna nishanit, se ne s'kemi folur një çik. Jo, nuk kemi folur. U bë goxha e madhe. Pra, gjestin e bezdisnin 2 qime të kimej, thoshte ai. Këtu humbi shumë pikë. Ti jemi realist, këtu humbi shumë pikë. Mos më ka pëlqyer më. Por më pëlqeu shumë përgjigjja e Xhenetës. Është një femër me karakter të fortë, le të themi. Pavarësisht se nuk më pëlqen, se duhet ta kishte me baza për shumë gjëra, por më pëlqeu, a e ke dëgjuar përgjigjen? Që do e shkulja flokët. Po ti ç'do bëje? Nëse partneri jo do të thoshte këtë gjë. E para vetëm nuk do e prisja një herë. Si se bëri Egli. E dyta, përderisa unë jam rahat, kaq ka rëndësi. Përderisa nuk më shqetëson mua, nuk ka rëndësi të pra je bëri goxha objekt bisede. Pastaj partneri im nuk është i tillë, kështu që nuk kam pse imagjinoj se do ndodhte më shoqe, nuk të thash. Jo, e kuptoj. Në fillim nuk i bezdis qimja ata me këtë kohë. Shiko, ajo ishte një problematik goxha e madhe, pavarësisht se ne mund ta përdorim për shaka, për humor këtë situatë, por realisht ishte një temë goxha e thellë dhe veprim goxha e gabuar prej të dyve. Jo vetëm për Gjestit, po edhe për Eglin. Egli që e mbante veten si një femër e fortë, që vinte veten e saj, super saiyan, që vinte veten e saj para çdo mashkulli, përfundon duke prerë veten. Për qa për 2 qime? Ka qime! Mbese, po mirë, mbase këtu e dyve ajo e Marsit që theti, mbase po dalën e gjë me gjithë të gjëmë si të faqe. Po realisht nuk ishte një veprim i bukur. Prej të dyve. Mirë, aty jo gjithmonë të ketë veprime të bukura, ne i pam si femra, aty na kanë kënaqur. Ishin shumë të bukur gjithë, e të mershme, Puthjet. Poleri plasë sheqer. Po të merë tani, nuk e kuptoni që ato lloj skenash do ngelen gjithë jetën, po si më shkojnë e katandisen ashtu. Është e të mershme, nuk e di. Këtë thash edhe unë, po duke diskutuar me dikë, më tha që po shiko se edhe Romeo ka puthur Olsin në buzë në programin e tij. Që e ka bërë po, në sytë e Eglit. Në sytë e Eglit madje dhe thotë që artistat këtë punë kanë. Po e bëri një herë, po pse e bën 2 herë më lart? Po ç'keti më pas e ka pëlqyer? Pa edhe mundet. Moj, jo mami lart. Jo, shiko, të flasim pak edhe për këtë. Hajde ta mbyllim me këtë. Të flasim pak edhe për këtë. Sjellja e Laertit nuk më pëlqeu as pak. Sjellja e Laertit nuk më pëlqeu as pak sepse që në momentin e hyrjes nënës së tij, ai ishte duke i vënë dorën në gojë, duke i folur greqisht që shik mos fol më, pusho mos fol më. Ajo ja ktheu disa herë që nuk mund të ma mbyllësh ti gojën, unë do flas. Foli pak sa shumë, me teproi pak, por edhe sjellja e Laertit nuk më pëlqeu. Ai shkreti për shkak të nënës së tij ka ngelur dhe pa grua. Edhe tha sa të më eliminoj dhe nga Big Brother, më mirë të mos flasi fare kjo. Gjëna, por prapë, sidomos në 8 mars, nuk reagohet ashtu. E dyta, Laerti dhe Valbona, duke qenë se tashmë janë një person i vetëm, apo han bukën kot aty mi motor? Po Laerti po puthet. Tek Laerti po ishte i lezetshëm. Laerti po puthet. Laerti nuk njëtë me femra, me Valbonën, me Olën, e kështu, kaloj të meshkoj të Gjestit e Aldo. Po përvonë e gjithë dikë, një partner, pak rëndësika, po përpishet gjithë dikë ta marrë me vete pas daljes. Por, realisht nuk më pëlqeu sjellja e tij, ja ku e kemi edhe puthjen mes Gjestit dhe Laertit. Por, realisht nuk më pëlqeu sjellja e tij ndaj nënës. Dhe ti me sinqert, Laerti është goxha profesionist në fushën e tij. Por nuk më pëlqeu interpretimi që bëri. Nuk është se më arriti të më përcillte emocion. Po sa të shumë duar. Hiqe, se për këto folën sot tash nuk do marrim hiqe. Mirë. Ola. Atëherë, ne do ritakojmë sërish së bashku ditën e nesërme me gjëra të tjera, informacione interesante dhe shpresojmë jo të tilla.
Përëndëm në shoqëri të programit të mëngjesit. Mirë pafshim! Pafshim.